Tani, mami në fjalë që ka nevojë për ne e për këshillat tona quhet Bana, e pas kam shkrujt, e pas kena shkrujt me allin. Mami Bana, pse pas kena shkrujt, sepse emri normalisht është imagjinare dhe nuk do përmendi emrat e personave këtu. Po mami Bana ka një vështirësi, ka fëmin 5 vjeç që mban telefonin gjatë gjithë kohës kur ushqehet, para se të flej. Bana është e vetëdijshme që telefoni nuk është okej që i bën dam, por e ka të pamujtur me ja heq. Fëmia çan edhe nuk flen pa telefon. Nana Bana ndihet në faj, sepse gjithë thon atë që shkakton telefoni, normalisht e dim gjithë dëmet që shkakton telefoni, por nuk arrin me ndalu edhe ndihet faj për këtë, për gjithë ato pasojat që ndoshta po lën tek fëmia. Si mund të animojmë, qarë këshillat mund t'i japim ne? Ja ku jemi në këtë video për me kthy përgjigje mamit Bana, edhe gjitha mamave si Bana, që kanë nevojë për këshilla, ka nevojë për një këtë vështrim tjetër, ka nevojë për një ndihmë, për një sugjerim, për një si e ban ti, si e ke zgjidhur ti këtë problem, si reagon ti me fëmijët kur ka këtë rezistencë etj. Pra, problemi siç e kena prek është mami Bana që ka fëmijë që nuk ushqet pa telefon, nuk flej pa telefon, nuk rri pa telefon etj. Teorikisht është krejt e thjesht. Teorikisht i merr telefonin edhe nuk e lejon që në këtë moment e në vazhdim të bëhet rutin, pra e thën një rutin edhe krijon një rutin tjetër, fillon e bëhet diçka tjetër. Do fillojmë me lexu këshillat që prind tjerë i kanë dhënë mamit Bana edhe mamave që janë të përfaqësuar prej mamit Bana, pra që kanë të njëjtin shqetësim edhe problem. Po lexoj këto shumë pak këshilla dhe kam pa që kanë dhënë shumë pak këshilla, por më keni shkruajt shumë veta që nuk dim çat këshillojmë, sepse kena këtë vështirësi edhe ne. Pra shumë nana janë të njëjtë vështirësi, edhe do mundohem në këtë video me prek gjanat më të rëndësishme që janë që duhet me pas parasysh në prindërim edhe tek kjo pjesa e teknologjisë, sidomos me fëmijët të vegjël. Disa nga ju, ato pak që kanë shkruajt pak a shumë të njëjta gjana, habite. Pra, i heq fëmin telefonin, të njëjtën kohë duhet me e impenju në një aktivitet tjetër, me loz me të, etj. Nana që thonë që unë e shikoj që sa herë loz me vajzën nuk i intereson telefoni, një mami tjetër thot i këshillon mamit Bana të lozi gjithmonë me fëmin sepse kështu i heq mendjen etj. Atëherë duhet me pas parasysh që gjithë secili prej nesh ka stile jetese nësh, edhe në qoftë se një mami, ka punu gjithë ditën edhe vjen pas ditën në shtëpi edhe rrin me fëmijët, është e pamujtun shpeshherë me loz gjithmonë me fëmijët. Edhe unë jam e para. Unë loz disa minuta, po nuk loz me djalin tem gjithmonë. S'kam durim, s'kam dëshirë shpeshherë, kam shumë punë tjera, lexoj me të rregullisht, ndoshta para xhumit, ka ne që s'lexojmë, pra varet pak te dinamika, tek dita, varet tek shumë arsye. Kështu që edhe me loz me fëmin gjithmonë është pak mission impossible, duket pak shumë e vështirë, sepse rrallë parë fëmija duhet me keni zoti, me lujt vetëm, edhe duhet me qu në atë pikë fëmin që nuk di qa me ba, me umërstit pak në mënyrë që me shpik në gjak. Kjo është shumë e rëndësishme me u zhvillu të fëmija. Pra, edhe në qose mërzitet fëmija, sepse ne si natuloz me të dhe s'ka telefonin, është normale, e do ju shpjegoj pse është normale, sepse duhet me pa edhe të ke qamuna, pra, kur fëmija qanë, sepse i marrë telefonin. Kështu që këto kanë kënë këshilla që mama tjera i kanë dhënë mamës Bana për
këtë problem, për këtë dinamik që nëllë me telefonin, edhe që janë gjithat vlefshme, thjesht dhe me pas parasysh që jo gjithë bajmë të njëjtën jetë, jo gjithë janë kanë dëshirë, kanë fuqi, kanë energji, edhe ka sens shpeshherë sepse 4 orë parazite me fëmin vetëm me lozë, kush gatun, kush bën këtë, kush bën atë, duket pak e pamujtur. Ajo që duhen me thanë, përveç kësaj, ajo që unë tani po theme, po këshilloj që unë që mund ta shikoj situatën prej një këndvështrimi më gjerë, sepse kam të baj me shumë nana dhe kam të baj me shumë situata edhe arrim me pa situatën prej disa këndvështrimeve për këtë arsye, sepse një gjoj shumë raste. Problemi në fakt nuk është tek Aurel, tek ajo që thu ti Aurel, sepse unë e di që duhet me ja heq telefonin edhe kaq. Problemi është sepse fillon e qanë. Edhe është të vërtet, sepse ne nuk arrim me një gju fëmin ton të qa. Pra, edhe pse e dim që është diçka gabim, edhe pse e dim që ne po bajmë mirë, po e ndihmojmë duke ja marrë atë qa, fëmija fillon me qa edhe unë nuk mund ta dëgjoj të qa. Edhe jo nuk mund ta dëgjoj sepse më bezdi. Shpeshherë të bëhet edhe bezdishme sepse zgjat shumë. Por ngjall emocionet e kun. Mban mund ndjej keq, mban mund ndjej faj. E them a din qa, hajt, merre. Lejo pak sekonda me ba një ndërhyrje për gjithë ato persona që janë të interesuar me shku ma thellë në prindërim, që me arrit me jetu një prindërim sa ma qejt, që me arrit me kuptu sa ma shumë fëmin edhe vete. Ate për gjithë ju që jeni të interesuar për kursin prindërimi që do doja, që ose po shikon këtë video nga YouTube, këtu poshtë diku do la linkun për kursin prindërimi që do doja, dhe aty ke gjitha informacionet e kursit, nga aty ke mundësin edhe me më kontaktu, sepse dikun aty do shikosh që është edhe kontakti për me shkrujt edhe me vazhdu regjistrimin, me përfundu regjistrimin, dhe nëse po shikon këtë video nga Instagrami apo Facebooku, mund të më shkruash mesazh dhe ne do të dërgojmë linkun e kursit me gjitha informacionet që kanë të bëjnë me kursin dhe se si mund të regjistrohesh. Në qoftë se do në thjesht një këshill, atëherë të ftoj me ba subscribe në YouTube, me aktivizu ato zile që janë tek profili në Instagram djallta si për diku tek profili jem, mënyrë që me të ardhë mesazhi apo njoftimi sa herë të postojmë diçka, sepse aty japim këshilla pa fund, okay? Edhe që vlejnë për gjithë. Prandaj, nëse jeni të interesuar, prindërimi që do doja gjeni edhe në link në bio në Instagram, edhe gjithandej apo gjej një mënyrë me na gjejt, me na kontaktu, në mënyrë që të jesh pjesë e këtij kursi të jashtëzakonshëm. Pra, nuk është problemi as te telefoni, as tek e qamuna, është problemi tek ai emocioni që ngjallet në ne, edhe që ne nuk e përbunojmë, nuk e përballojmë, por dorëzohena dhe japim telefonin. Këtu që ndron problemi, ky është momenti kryesor. Pra, kur ne ndjena keq sepse ai qan, duhet me fillu me punu me veten, me përsërit vetes. Shikoj se është okay që ashtu qa, normalisht deri dje është mësu kështu, sot ja heq, normalisht që ka me qa. Shpjegoja, por mos hek dorë prej vendimit. Ka me qa gjithsesi, po, me shumë mundësi, por mos më thane sigurt. Pra, fakti që qanë nuk të thot asgjë. Tu është problemi, si që kena thënë edhe tek videoja tjetër. Kur fëmija qanë, edhe unë jap telefonin, ja jap sepse asaj qamunes i kam dhënë një domethënie. Edhe ajo domethënie është aq e qëllimshme, sa që unë dorëzohem edhe jap telefonin. Këtë duhet me kuptu. Qa do të thot për ty me qa fëmija? Do të thot që s'din me rrejt një fëmi, do të thot që pse po e vel me vujt kot, do të thot që hajtë si sa tu e gjejt qa, do të thot që tash i gjithë janë të përdor, qa do të thot? Qa është ajo gjatë që del aty me na të
teje dhe të flet në atë moment që të banë me i dhonë telefonin prap. Nuk duhet me e konsideru, sepse a i zotë që flet, ju flet gjithve, okay? Edhe është normale, por duhet me fillu me i dhonë një do me tha një tjetër dhe mos me leju që mendja me na fol ne, por ne me i fol mendje, se me thonë, e kam vendos, për këtë arsye, me fol pak me vete, thojsa, me mendje. Jo, nuk heku dorë, sepse e kam vendos për këtë arsye. Eftoj me ba diçka tjetër, në atë moment ndoshta s'ka dëshirë, sepse ashtu qaj, s'du, okej. Ban diçka tjetër, jep kohë me përpunu atë zhgënjim, atë tragedi, atë gjë, derisa të mësohet, derisa të bëhet normale me fet gjumë një mënyrë tjetër, me një rutinë tjetër, me ushqy të fol me njëri tjetrin, me një modalitet tjetër, etj. Kështu që është krejt e thjesht. Ajo e sjellën gjithmonë, edhe kryesorja është gjithmonë tek prindi. Prindi duhet me kanë lider, duhet me kanë udhëheqës. Edhe këtu s'postohna me fëmijët më të mëdhenj, me adoleshentat. Adoleshentit s'munesh me kontrollu. Prandaj nëse ke një fëmijë më të vogël, se s'ban një kurs për prindërimin. Mos prit adoleshencën, sepse në adoleshencë munesh me influencu shumë pak. Influencën më të madhe ban para se më shku në adoleshencë. Aty ke pak mundësi me vepru, ke pak mundësi me nxjerr pak liderin që është ti, unë vendosi për këtë gjë, normalisht ta shkurtojmë pak këtë muhabet. Kush është ideja? Ideja është me bëmë i kuptu fëmijës që telefoni është luks. Ke 11, 12, 13 vjeç, 14 vjeç, 15 vjeç, telefoni është luks, është diçka plus. Nuk është detyra jemja. Detyra jemja është me të shy, me të ofru një shpiku me fjetë që nuk pikon, me të vesh mbath, edhe me studiu shkolla. Këto janë detyrat që ka prindi. Nuk ka detyrë me i dhonë telefon prindi. Edhe fëmija duhet me e kuptu këtë gjë. Por duhet me pas parasysh të. Unë e them këtë gjë dhe ju e keni parasysh. Duhet me pas parasysh këtë gjë që unë e them gjithmonë. Nuk ka rëndësi që i thu fëmis. Rëndësi ka si ja thu. Sepse nëse ne bëjmë atë liderin sa përsty e faqe të sforcum, sepse nuk ndjehen a lider, po du me ba si lider, sepse nëshë nuk një gjënë fëmija percepton që i na tu sforcu. Prandaj, nuk ka rëndësi që i themi fëmis, por si ja themi. Dhe këtu linë shtërsia, ose ma mirë me thonë, këtu është pika ku ne kena nevoj me punu në vete. Për me arrit me ba një lider natural, pa ba si kur jam lider, po një lider natural, krejt natyrshëm, sepse unë jam prej një jot, normal që jam unë që ullheqi, për me arrit në këtë qartësi me veten, normalisht duhet me pas disa informacione, disa vetëdijsime, me arrit me përpunu disa gjana më nateje, me arrit me kuptu ato mekanizma që ndodhin kur fëmija qanë, kur fëmija të këndërshton, kur fëmija s'don me fol me ty, kur ka diçka shumë të rëndësishme me i thanë edhe ai nuk do t'ja di. Pra, normalisht që ne qojnë durët, nuk jena lider, sepse nuk dim si me lviz, po jo se nuk mundemi, po sepse nuk dim, sepse nuk na i ka mësu askush. Prandaj ekzistojnë kurset, prandaj ekzistojnë trajnimet, prandaj ekzistojnë rrugtimet për me marrë këtë leadershipin në dorë, pra liderin që është mërëna nesh me përdorë aty ku duhet. Pastaj ka momente sot dojnë për me shprej dashnin, për me ba, për me këthy, etj. Kështu që tani ideja është që për me i heq fëmijës të vogël telefonin është krejt e thjesht. Ajo që kena me ba është mu ballafaqu me emocionet që lindin në ne momentin që qanë fëmijan, momentin që
mërzitet mia sepse s'ka qa me ba. Apo nga në tjetër me adoleshentin, ku ka shku leadershipi jem? Shumë prind shkojnë kriza kur ashtë mija në adoleshencë. Pak ashtë natyrale, sepse ti i këtruni me disa si edhe tyne. Por, nuk ashtë problemi aty, problemi ashtë se kanë hub komplet leadershipin edhe nuk e kanë pas kur, në fakt. Sepse nuk kanë dit me udhëheq, po sa kanë kënë vogël, dvegjër, fëmijit, ashtë ma let me i ba me ba diqka. Kur shkojnë në adoleshencë ashtë shumë avështirë. Edhe aty ashtë leadership. Në ato pak momente ku kena mundësi me shfash të leadership me një adoleshent, në ato pak momente ne duhet me kënë gati. Me di që me i thonë. Shifë në video tjera e ju pres në box në story. Ciao, ciao!